Mirë mbrëma, shikues të Plan Kosovës, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në Plan Kosova. Gjeni dyshek Komodita Memory dhe fito dhuratë senzacionale në vlerë prej 171 euro. Komodita Home, ndjehu komod. Presidenti francez François Hollande është treguar I ashpër sot. Ai ka njoftuar deputatët e parlamentit se Franca është në luftë me ISIS-in dhe ka kërkuar ndryshimin e kushtetutës. Edhe homologu I tij Barack Obama ka kërkuar bashkëpunim nga të gjitha vendet e botës për të luftuar shtetin islamik. Atij u përgjigj rusi Vladimir Putin, I cili ka ofruar ndihmë, por edhe kritika. Garda e nderit po e përshëndet presidentin e Francës teksa ai është drejtuar në sallën e parlamentit. François Hollande ka një njoftim të rëndësishëm për deputetët. Ai u tha se Franca është në luftë. La France qui aime la vie. Ushtria e tyre po na lufton ne sepse Franca është një vend I lirë, sepse Franca është djepi të drejtave të njeriut. Franca nuk është në luftë të civilizimeve, sepse terroristët nuk përfaqësojnë kurfar civilizimi. Ai ka një kërkesë për parlamentin e vendit, I cili të premten u godit rënd nga terroristët e ISIS-it. Franca do të jetë në gjendje emergjente për 3 muajt në vazhdim dhe se kushtetuta franceze duhet të amandamentohet për situata krizash. Kushtetuta duhet t'u marrë shtetësinë franceze e t'i dëbojë nga shteti personat për të cilët dyshohet se paraqesin rrezik për terrorizëm. Njëkohësisht, homologu I tij amerikan Barack Obama njoftoi se kanë intensifikuar sulmet ndaj të ashtu quajturit shtet islamik. Ai në fjalimin e tij në samitin e G20-s që po mbahet në Antali të Turqisë, kërkoi mbështetje nga të gjitha demokracitë në botë për aksione të përbashkëta. Në frontin ushtarak, koalicioni ynë ka intensifikuar sulmet tona ajrore më shumë se 8.000 deri më sot. Jemi duke I neutralizuar liderët e ISIS-it, komandantët dhe vrasësit e tyre. Jemi dëshmitar se kur e kemi një partner efektiv në terren, ISIS mund edhe të mposhtet. Ftesës së Amerikanit ju përgjigj presidenti rus Vladimir Putin. Megjithatë, ai nuk la pafajsuar perëndimin për dëmtimin e marrëdhënieve në mes tyre. Ju e dini, ne kur nuk kemi refuzuar të kemi marrëdhënie të mira me partnerët tanë, si në perëndim dhe në lindje, dhe në ato hapat e njëanshëm që kufizojnë bashkëpunimin tonë në fusha të ndryshme. Nëse tani partnerët tanë mendojnë se ka ardhur koha për të ndryshuar marrëdhëniet tona, ne do ta mirëpresim atë. Pas përfundimit të samitit, pritet që 3 liderët Putin, Hollande dhe Obama të takohen për të koordinuar veprimet e ardhshme kundër terroristëve të shtetit islamik. Ndonë se po bëhen gjithë këto aleanca, ISIS nuk e ka ndërmend të ndalet. Ata kanë kërcënuar përsëri me sulme. E kësaj radhe janë zëtuar se cak I tyre do t'jetë Washingtoni. Parisi në mesdit është në heshtje. As një zë nuk dëgjohet as në Londër. Në të njëjtën kohë situata ishte e ngjashme edhe në shumë metropole botërore. Të gjithë ponderonin 129 viktimat e sulmeve terroriste të së premtes në kryeqytetin francez. Megjithatë zhurmëpati në një lagje të varfër të Brukselit. Forcat të mëdha policore kishin rrethuar disa objekte në kërkim të dyshuarve për vrasjet në Paris. Një person u arrestua, por jo edhe 26 vjeçari për të cilin autoritetet mendojnë se ishte ideatori I sulmeve. Në fakt ai ishte ndaluar e më pas edhe liruar nga policia natën e sulmeve. Bastisje pati edhe në Jemont afër kufirit francez me Belgjikën, në qytetin jugor të Grenobles si dhe në Toulouse, por është e paqartë nëse ato janë të lidhura me sulmet e Parisit. Ndryshe 23 persona janë arrestuar dhe me qindra armë janë konfiskuar në një seri bastisjesh në kërkim të militantëve të dyshuar islamik që po realizohen në të gjithë Francën. E shteti islamik që ka marrë përsipër sulmin, kërcënoi përsëri. Ne ju themi shteteve që po marrin pjesë në kampanjën kundër nesh, se në emër të Zotit do të keni edhe ju një ditë sikur Franca. Dhe njëjtë sikur e goditëm Francën në zemër të saj në Paris,
Njëjtë do ta godasjem Amerikën në zemër të saj, në Washington. Ndaj këtij kërcënimi u përgjigjen hakerët e grupit Anonymous, të cilët përmes një video kanë thënë se do të vijnë në kërkim të Shtetit Islamik pas sulmeve të së premtes në Paris. Vendredi 13 novembre 2015. Kundër jush do të lëshojmë sulmin më të madh kibernetik të parë ndonjëherë. E një zyrtar turk po pretendon se vendi i tij kishte paralajmëruar 2 herë Francën për sulmet e mundshme. Ai ka thënë gazetës Guardian se Turqia ka kërkuar të dhëna për Omar Ismail Mostefai, njëri nga kamikazet e tragjedisë në Paris. Sipas këtij zyrtari, autoritetet franceze nuk kishin përgjigjur deri një ditë pas masakrës së Parisit, ku u vran 129 persona, 352 u plagosën e prej të cilëve 99 janë në gjendje kritike. Arrestime kreu edhe policia kosovare, ata vunë në pranga 3 të rinj, ndërta 2 meshkuj e një femër në përpjekje për të bashkuar me gjihadistët e ISIS-it. Mirëpo, policia kosovare në bashkëpunim me autoritetet turke i ndaluan ata. Vllazni ju këshilloj, mos rreni vallahi, as një minutë mos rreni na për shtëpiat e juve. Banu gati dhe nisnu në gjihad fi sebilillah. Kësaj thirrje të gjihadistit kosovar nga Siria bën plan të përgjigjen edhe 3 të rinj nga Kosova gjatë këtij vikendi. Mirëpo plani i Tahir I, 29 vjeçar nga Mitrovica, Ismail Z, 21 vjeçar nga Ushtria dhe Nora Z, 20 vjeçare nga Gjelani u dështoi. Ata ndaluan në Turqi me kërkesë të autoriteteve kosovare e më pas u deportuan nëpërmjet Shkupit në pikën kufitare të Hanit e Lezit, ku i arrestoi policia të dielën pasdite. Burimet e klanit brenda Agjencisë Kosovare të Inteligjencës pohuan se të njëjtën rrugë kishin bërë edhe për të shkuar në Turqi. Këta persona ishin në përcjellje për një kohë të gjatë. Atyre edhe u janë përgjuar telefonat për shkak se veprimet e tyre kanë nxit dyshime tek ne, prandaj edhe janë vënë në vëzhgim. Njëkohësisht këtyre të dyshuarve u ishte vënë pas edhe Drejtoria kundër terrorizmit e Policisë së Kosovës. Kjo drejtori në bashkëpunim me autoritetet turke ka arritur t'i kthejë të dyshuarit nga Turqia përmes Maqedonisë, ndërsa prangat u ka vënë në pikën kufitare në Han të Elezit. Për arrestimin e këtyre të dyshuarve për organizim dhe pjesëmarrjen e grupe terroriste ka njoftuar nëpërmjet një komunikate edhe policia e Kosovës. Me urdhër të prokurorit dhe të gjyqtarit të procedurës, paraprake janë mbastisur edhe 2 lokacione të dyshuarve. Gjatë mbastisjes në këto 2 lokacione janë gjetur dëshmi relevante, të cilat ndërlidhen me rastin dhe gjithashtu ndihmojnë në vazhdimsinë e hetimeve të këtij rasti. 3 të dyshuarit pas intervistimit me urdhër të prokurorit u është vënë masa ndalimit prej 48 orësh. Brenda këtij afati, ata duhet të paraqiten para gjykatësit të procedurës paraprake, ku do të merret vendimi për masën e sigurisë. Kryeministri Isa Mustafa ka mbledhë sot Këshillin e Sigurisë së Kosovës, ku është qortuar gjendja e sigurisë në vend pas ngjarjeve të fundit tragjike në Paris. Sipas tij, Kosova është pjesë e Aleancës Globale kundër terrorizmit dhe vazhdon të luajë rol domethënës duke bashkëpunuar ngushtë me SBA-t dhe shtetet tjera aleate në përballje me terrorizmin global. Shefi i qeverisë ka theksuar se institucionet e sigurisë si Policia e Kosovës dhe AKI-ja kanë punuar shumë në këtë aspekt dhe kanë rezultate të dukshme në hetimin dhe arrestimin e individëve dhe grupeve të dyshuara terroriste dhe rrjeteve kriminale. Përfaqësuesit e Policisë së Kosovës dhe të AKI-s kanë raportuar mbi gjendjen e sigurisë, me që rast kanë konfirmuar që institucionet janë në nivel të detyrës dhe po bëjnë të gjitha përpjekjet që të parandalojnë çdo lloj kërcënimi për sigurinë në vend. Kryeministri Mustafa nesër në mëngjes do të presë mbretin e mbretërisë së Jordanisë, Abdullahun II, e më pas, presidenti i vendit do të organizojë pritjen ceremoniale për monarkun jordanez para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Para se të vijë mbreti i Jordanisë në objektin e parlamentit pritet të jetë nxehtë. Kryesia e Kuvendit për nesër në orën 9 ka caktuar mbajtjen e seancës së veçantë ku do të diskutohet për buxhetin. Kryeparlamentari Veseli ka tërheqë vërejtjen se do të ndërmarrë të gjitha masat për sigurinë e deputetëve. Me një minutë heshtje për viktimat e sulmeve në Paris, të hënën filloi mbledhja e kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Takimi zgjatë e vendimi kryesor i saj doli të jetë thirrja një seance të jashtëzakonshme plenare. Pika vetme e saj me kërkesë të kryeministrit Isa Mustafa, të cilën opozita kundërshtoi, është çortimi i projektligjit për buxhetin e vitit 2016. Nënkupton perspektive ekonomike, nënkupton investimin në infrastrukturë, përmirësimin e jetës qytetarëve, nënkupton pagat, besa vetë
Veseli konfirmoi se 82 deputet të partive pozitare i kërkuan atij rritjen e sigurimit gjatë seancës të së martës. Faktikisht jemi në rrugë cilën çdo përgjegjësi e bën vetëm opozita, për arsye se ne jemi duke respektuar kushtetutën, ligjet dhe rregullorën e punës së vendit. Realisht ne kemi përgjegjësia dhe dojmë punu. Këtë kërkesë konfirmuan edhe shefat e deputetëve të PDK-s dhe LDK-s. Mos lejohen përsëritja e skeneve të kaluara që nuk janë vetëm rrezikim i yni, pa ajo që është më shqetësuese. Është shqetësimi jonë se çfarë mesazhe po çojmë para gjithë partnerëve tonë ndërkombëtar. Bile Ismet Beqiri mendon se opozitarit kanë të shtërruar argumentet me të cilat kërkojnë anulim të marrëveshjes për asociacionin dhe asaj për demarkacionin. Ne nuk jemi të votuar, dëgjuhemi me gaz në cilës dhe të sulmohemi dhe ne nuk kemi drejt si deputet që të rrezikojmë jetën e askujt. Të dy partitë që janë edhe partner të koalicionit thanë se janë të gatshme për një seancë ku do të flitej enkas për çështjen e vijizimit të kufirit me malin e zi, pasi që ajo për asociacionin është në shqyrtim nga gjykata kushtetuese. Vendimin për të mbajtur seancë, partitë opozitare po e konsiderojnë si provokim të pushtetit. Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e Nisma janë zotuar se nuk do të lejojnë mbajtjen e seancës. Pasi që kuptuan se kryesia kuvendit caktoi seancë të jashtëzakonshme për buxhetin e vitit të ardhshëm, partitë opozitare mblodhen mediat në një konferencë. Vetëvendosje, AK dhe Nisma këtë veprim po e konsiderojnë provokim nga pushteti. Bëj edhe një herë thirrje kokave të arsyeshme, nëse ka të tilla në qeverinë e Kosovës, që të anulojnë seancën e nesërme. Thirrja e seancës së nesërme është provokim me paramendim dhe me qëllim. Konjufsa tha se veprimet e opozitarëve në parlament nuk janë të drejtuara ndaj deputetëve të partive në pushtet, që të hënën zyrtarisht kanë kërkuar sigurime të madhe. Ky përdorim i deputetëve që të vihet deri te përdorimi i forcave të sigurisë, i policisë në këtë rast, brenda kuvendit të Kosovës, ne mendojmë që është shpallje e një lufte të hapur ndaj opozitës. Se bllokimi i punës së legjislativit do të vazhdojë ashtu siç është bërë që nga 17 shtatori, e konfirmoi edhe partneri më i vogël i bllokut opozitar. E dini që çështja e buxhetit nuk është me rëndësi ose nuk është me urgjencë që të miratohet në këto momente, ajo ka mundësi deri në fund vitit që të ketë një seancë të tillë. Madje këto tri parti nuk duan të dëgjojnë as për thirrjen e subjekteve në pushtet që të debatohet për demarkacionin e asociacionin. Nuk mund të negociojmë me këto dy parime që janë të rëndësisë jetike për ecjen përpara të Kosovës. Nëse është reflektuar në një pikë, duhet të reflektohet me tërheqjen e nënshkrimeve. Shefat e tri grupeve parlamentare nuk treguan se çfarë veprime do t'i ndërmarrin të martën, por shtuan se pushtetarët po i detyrojnë në metodat e vjetra. Ajo që dihet, metoda kryesore e përdorur deri tani nga opozita ka qenë gazi lotësjellës. Tri partitë opozitare kanë konfirmuar paralajmërimin e zyrtarëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për organizimin e protestës me 28 nëntor. Në komunikatën e nënshkruar nga Vetëvendosje AK e Nisma, thuhet se me 28 nëntor në orën 14 në sheshin Zair Pajaziti do të organizojnë manifestim kundër marrëveshjeve me Serbinë, demarkacionit me malin e zi dhe kundër qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, në këtë manifestim do të shprehet vullneti i qytetarëve të Kosovës për një shtet sovran e funksional, për një shoqëri të barabartë dhe jo të ndarë në baza etnike. Lëvizja Vetëvendosje ka thirrë konferencë për media për të kritikuar ashpër raportin e progresit për Kosovën. Ylli Hoxha nga kjo parti opozitare ka thënë se Bashkimi Evropian po tregohet i padrejtë në raport me Kosovën. Ai ka shtuar se Kosova nuk po trajtohet njëjtë si shtetet tjera, bile sipas lëvizjes Vetëvendosje, kjo qasje e Bashkisë Evropiane e dëmton Kosovën. Hoxha ka shtuar se Kosova po lëvdrohet për progres vetëm në pikat ku ka lëshuar pe në raport me Serbinë, ndërsa e ka quajtur të paprecedent vlerësimin pozitiv për themelimin e gjykatës speciale. Përfaqësuesi i Vetëvendosjes ka thënë se vetëm në aspektin e vlerësimit ekonomik, raporti të progresit është treguar më real, pasi që ka evidentuar regresin ekonomik.
Kryeministri Isa Mustafa për kërkesat e opozitës thot se ai nuk mund vendos vetë, por për këtë fjalën e ka gjykata kushtetuese. Ai në një intervistë dhënë agjencisë turke të lajmeve Anadolu ka thënë se nuk mund tërhiqen nënshkrimet sepse njëri është ligj i ratifikuar me 2/3 e deputetëve dhe kjo është marrëveshja akorduar me Serbinë dhe ndërmjetësimin e Brukselit, e cila marrëveshje në fakt cakton vetëm parimet. Sipas tij, është gjykata kushtetuese që e thot fjalën e fundit nëse marrëveshja në harmoni me kushtetutën apo jo. Ish i dërguar i posaçëm për Kosovë Wolfgang Petrić ka insistuar që marrëveshjet e arritura në Bruksel në mes Kosovës e Serbisë të zbatohen. Ai ka deklaruar në Beograd se nuk ka qenë vendim i mirë ai gjykatës kushtetuese për pezullimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe. Petrić ka deklaruar se përparimi i Kosovës varet edhe prej asaj se si ndihen pjesëtarët e komunitetit serb. Diplomati austriak ka shtuar se Serbia duhet të insistoj dhe në mënyrë konstruktive të veproj që të zbatoj marrëveshjet me Prishtinën. Ministri i Financave Avdullah Hoti mblodhi kompanitë publike për të parë se si po ecën procesi i faljes së borxheve për konsumator, por nuk i ka dëgjuar deri në fund të lashet që ato kanë për këtë çështje. 2 muaj nga hyrja në fuqi e ligjit për faljen e borxheve ftoi takim për të parë se si po ecën zbatimi i tij. Ministri i Financave Avdullah Hoti mbledhin me përfaqësues të kompanive publike e shfrytëzoi të rikujtoj se si përfitohet nga falja e borxhit të grumbulluar deri në fund të 2008-s. Me kusht që të kryen obligimet 2009-2014. Kreu i komisionit që mbikëqyr zbatimin e këtij ligji tregon se plani po ecën mirë, ndonse me pengesa të vogla. Problemi i pronarëve të ndërmarrjeve të cilët kanë regjistruar bizneset në Kosovë dhe për një periudhë caktuar nuk kemi kurfar informacione. Agjencia Tatimore e Kosovës pati një dilemë nëse duhet të falen edhe obligimet pensionale. Përfundimisht, gjatë javës kaluar kemi sqaruar edhe këtë çështje, borxhet për pensione nuk falen. E kur filluan të shtrojnë pyetje e dilema ndërmarrjet publike, që janë falësit më të mëdhenj me 465 milion euro, ministri Hoti nuk pati kohë t'i dëgjoj. Megjithatë, ata treguan të lashet që i kanë. Ujësjellësi rajonal Prishtina tha se ka problem me kategorizim të konsumatorëve që falen. Nuk është bërë kategorizimi i rasteve sociale, sepse nuk e kemi një listë të dhonave. Ndërsa Keku nuk e di se si do të procedoj me faljen e borxheve, me që tani konsumatorët i arkëton Ketsi. Ne s'kem zyre regionale, s'kem kontakte drejt për drejt apo final me konsumatorin. Por përgjigjet për këto pyetje e dilema drejtuar Ministrisë dhe Komisionit nuk i morën në këtë takim. Përgjigje me shkrim. Do të flasim tani për rreth rrotullimin në hyrjet Prishtinës. Ai ka kushtuar shumë, por ende nuk ka përfunduar. Komuna e cila ka marrë përsi për këtë punë ka thënë se finalizimi i këtij projekti do të bëhet në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm. 14 milion euro i kushtoi qeverisë ky rreth rrotullim në hyrje të Prishtinës. Mirë po, ende nuk është përfunduar i tëri. Ka më shumë se 3 vite që kur ky rreth rrotullim është lëshuar në qarkullim, por pjesa që e lidh me lagjen Arbëria, siç po shihet, ka mbetur në gjysmë. Përfundimi i kësaj kyçe mbase do të shkarkonte edhe të llovim brenda qytetit. Po me të vërtetë që më mërmene që po më shpejt për lagjen Arbëria. Ata e dinë më mirë ata që kanë nisë me varu këto, do të kryjnë. Komuna e Prishtinës, e cila ka marrë përsipër këtë projekt nga Ministria e Infrastrukturës, tashmë ka nisur procedurat e tenderimit. Kanë përfunduar procedurat e prokurimit, tani jemi në fazën e vlerësimit të ofertave, pra është bërë hapja ofertave dhe shumë shpejt do të përfundoj ky si proces dhe do ta kemi kompaninë e cila do të ndërtoj këto 2 ura. Durmishi tregoi se cilat rrugë të qytetit lidhen me këtë rreth rrotullim. Mbrapa stadionit, rreth e Kuruzës, i cili vjen edhe lidhet me rrethin kryesor që është në drejtim të Fush Kosovë Mitrovic. Ai tha se tërë procesi është vonuar për shkak të revidimit të planit rregullues të lagjes Arbëria, i cili është plani vetëm që ka kaluar në asamblen komunale. Ndërsa 2 urat hyrëse dhe dalëse të rreth rrotullimit do i kushtojnë komunës rreth 2 milion euro. Ndërkaq punimet për ndërtimin e tyre pritet të përfundojnë në mujorin e dytë të vitit të ardhshëm.
Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti sot ka përuruar objektin e bashkësisë lokale në fshatin Hajvali. Ky projekt, që është mbështet nga Gizi Gjerman dhe implementuar nga kjo organizat dhe komuna e Prishtinës, kishte për qëllim izolimin e kësaj ndërtese bazuar në standardet për ruajtje të energjisë. Ndërtesa është izoluar me ndihmën e një eksperti lokal, nxënësve të shkollës teknike profesionale dhe të personave në listë të pritjes për punë, ndër të cilët një i rikthyer nga vala e fundit e migracionit. I pari i kryeqytetit ka thënë se ky projekt përputhet plotësisht me objektivat e komunës me të cilën udhëheq, e që sipas tij janë eficienca e energjisë, zvoglimi i kostos për ne si komunë dhe shfrytëzimi më racional i energjisë elektrike. Ahmeti po ashtu ka thënë se projektet si ky janë pikërisht arsyeja se pse nxënësit duhet të zgjedhin shkollat profesionale. E në Prishtinë, sot ka filluar shënimi i javës botërore të vedisimit për antibiotikët. Me këtë rast janë prezantuar të dhënat e reja mbi rezistencën globale e lokale në antibiotik, si dhe është promovuar përkthimi shqip i udhërrëfyesve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për higjienën e duarve në kujdesin shëndetësor. Rreth kësaj teme do të mbahen gjithashtu ligjërata në Fakultetin e Mjekësisë, si dhe do të shpërndahen materiale edukative shëndetësore në institucionet shëndetësore. Java botërore e vedisimit për antibiotikët ka për qëllim të ngrisë vedisimin për rezistencën globale dhe të inkurajoj praktikat më të mira tek publiku, punëtorët shëndetësor dhe vendimarrësit për të shmangë shfaqjen dhe përhapjen e rezistencës ndaj antibiotikëve. Prerjet ilegalit pyjeve në bjeshkët e Nemra po e dëmtojnë rënd natyrën e tyre, por sipas përgjegjësve të këtij sektori, kjo dukuri ka filluar të ndalet fal angazhimit të organeve kompetente. Prerja pa rregull të pyjeve në këtë zonë të njohur për bukuritë e saj ka filluar ta shkatrojë atë. Kjo dukuri që kohëve të fundit është shpeshtuar po e dëmton rënd natyrën e bjeshkëve të Nemra, të cilat që nga janari vitit 2013 janë shpallur si park nacional dhe janë në mbrojtje. Mirë po, sipas kryeshefit të sektorit të pylltarisë, kjo dukuri ka filluar të ndalet si rezultat i aksioneve të organeve komunale. Kemi arritur që në vitin e parë të ndalojmë ose të fusim në rregulla të gjitha ato që kemi gjetur të prera dhe shkatruara. Mund të cekim që mbi 25.000 metër kub më herët janë dhënë me letra nga Agjencioni i Pyjeve, do të thotë ka qenë shfrytëzimi i pyjeve. E zonat më të prekura nga prerja ilegale e pyjeve është rajoni i Deçanit dhe bjeshkët e Nemuna. Përveç personave privat që prerjen e dronjeve e bëjnë në mënyrë të jashtëligjshme, ka edhe nga ata që këtë punë e bëjnë sipas ligjit. Për prerjen e pyjeve kreti kom me leje, ilegal për pazar nuk bëj. E ka edhe nga ata banor të këtyre zonave të cilëve u është dhënë leje për pastrimin e pyjeve të kësaj ane. Është rregulloria ku secilit banor që ka pyllin e vet i jepën deri në 12 metër kub dru për vit. Sipas Morinës, angazhimi i drejtorisë që ai drejton do ta vazhdojnë në mënyrë që dukuria e dëmtimit të pyjeve të parandalohet. E në ndihmë për këtë, atyre u del edhe policia e Kosovës, e cila shpesh ka dalë në terren ku edhe ka arritur të kapë personat e papërgjeshëm dhe të sekuestrojë lëndë drunore të prera nga ata në mënyrë të palegjshme. E në komunën e Gjakovës, mysaferit parës këtij qyteti, Mimoza Kusari Lilës, ishte ministri për punë e mirëqenie sociale Arban Abrashi. Ata biseduan rreth projekteve të komunës së Gjakovës në bashkëpunim me ministrinë, si dhe përkrahjen e këtij dikasteri për komunën e Gjakovës. Kusari Lila ka falendëruar ministrin për krimin e kushteve të aftësimit profesional të kandidatëve me programet nevojshme për tregun e punës, kur rrjedhimisht do të krijohen kushte dhe mundësi të reja për punësim me ndërtimin e qendrës për aftësim profesional. Ndërkohë, ministri Abrashi ka thënë se si vjet po krijojnë kushte të infrastrukturës fizike për të vazhduar në vitin e ardhshëm për të ngritur kuadrot me programe të reja për nevojat e tregut të punës, jo vetëm në Gjakovë, por edhe në komunat si Deçani, Rahoveci, Malisheva e të tjera. Ai ka bërë të ditur se komuna ka investuar në dhënien e truallit për të ndërtuar objektin e qapit, ndërsa investimet nga ministria kanë qenë mbi 500.000 euro. Do të shkojmë tani në Pej. Universiteti Publik Haxhi Zeka atje ka shënuar 4 vjetorin e themelimit. Universiteti
Universiteti i Pejës ka fest. I mbushën 4 vjet e për këtë po i këndojnë Haxhizekës. E kjo ceremoni i bëri bashk disa rektor nga universitete publike të vendit. U tha se Universiteti Haxhizeka nisi më shumë vështirësi e më staf të vogël, por situata tani ka ndryshuar. Sot ky përvjetor gjen Universitetin Haxhizeka në Pejë me më shumë se 10.000 student, me 15 programe të agrikultura, 9 bachelor dhe 6 master, me një staf akademik prej rreth 107 profesor dhe asistent, me kualifikime të duhura shkencore. Aty pranishëm ishte dhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajrami. Ai tha se universitetet duhet të jenë promotor të zhvillimit ekonomik. Duke kriju gjenerata të reja të përgatitura me kompetenca dhe me shkasi që nesër do të ndihmojnë shtetin tonë në zhvillimin ekonomik dhe në arritjen e standardeve evropiane për cilat edhe pretendojnë. Për kontributin edhe në këtë universitet që nga themelimi u ndan edhe menjoje për 2 ish-rektorë të këtij universiteti. E një aksident komunikacioni ka ndodhur afër shkollës së fshatit Tërsten në Mitrovic, ku për pasojë janë lënduar 17 persona. Aksidenti ka ndodhur në mes të furgonit i cili transportonte nxënësit për në shkollën e Rashanit dhe një traktori. Sipas drejtorit të shkollës së Rashanit, Rahman Sefedini, 12 nxënës dhe 2 mësimdhënës kanë kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë e aksidentit, ka raportuar Veriu.info. Rastin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti. Ai ka thënë se policia ka evidentuar 4 persona me lëndime të lehta, të cilët janë trajtuar në spitalin e Mitrovicës. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 8:30, ndërsa dyshohet se fajtor për të ka qenë furgoni, ka thënë Zahiti. Aksident, por pa fatalitet, pati edhe në Prishtinë, një këmësore femër dhe një mashkull në orët e mbrëmjes janë godit nga një vetur. Viktimat në momentin e aksidentit ishin duke kaluar rrugën mbi zebra. Ngjarja ka ndodhur tek stacioni i autobusëve që është afër shkollës së mesme ekonomike në hyrje të Prishtinës. Të lënduarit janë dërguar për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe janë jashtë rrezikut për jetë, ndërsa policia ka arrestuar vozitësin e veturës që i goditi ata. Rastin e aksidentit për Klan Kosovën e ka konfirmuar edhe zëdhënësja e policisë për Prishtinën, Floria Ahmeti. Do të shkojmë tani në Shqipëri. Gjykata atje ka shqiptuar dënim me burg të përjetshëm për autorin e vrasjes së 2 turistëve çek në korrekt këtij viti. Gjykata e Shkodrës nuk tregoi asnjë mëshirë për Sokol Mjacajn. Ai do të qëndroj përjet në burg. Vendimi u mor një javë pasi prokuroria kishte kërkuar të njëjtën mas për të. Pas hekurave 20 vjeçari sërish u lut i penduar. Mbrojtja përfaqësuar nga Elvira Jakova e cilësoi procesin të paragjykuar nga gjykatat. Sipas saj, togat e zeza refuzuan padrejtësisht gjykimin e shkurtuar për Sokol Mjacajn për shkak të paragjykimit ndaj tij. Jakova kërkoi një vendim tjetër më të lehtë. Në seancat e kaluara, gjykata e Shkodrës kishte rrëzuar kërkesën për gjykim të shkurtuar dhe për ekspertizë psikologjike të Sokol Mjacaj. Ai akuzohet për vrasjen e 2 turistëve çek, Michael Sfatos dhe Ana Kosinova në korrik në segmentin Shkodër-Dugagjen pranë fshatit Prekal. Sipas vendimit të gjykatës, 20 vjeçari Mjacaj do e vuaj burgimin në një burg të sigurisë së lartë. Konflikti izraelito-palestines po vazhdon të sjellë viktima të reja e në varimin e disa prej tyre pati përleshje. Këto 2 kufoma janë palestinez. Ata u vranë në kampin e refugjatëve në Ramallah të Brekut Perëndimor gjatë përleshjes së armatosur me forcat izraelite. Ndërkaq, ushtria izraelite lëshoi një deklaratë ku sqaroi se trupat e tyre ishin sulmuar gjatë operacionit për të shkatruar shtëpinë e Mohamed Ebu Shahen. Ndërkohë, ushtria e Izraelit u përball përsëri me palestinezët. Pas varimit të 2 viktimave, ata u përleshën me forcat e Tel Avivit. Nga ky konflikt, mbetën të plagosur rreth 20 palestinez në kampin e refugjatëve në Qalandia, pasi trupat demoluan shtëpinë e një militanti.
Forcat izraelite kanë vrarë të paktën 78 palestines, 45 prej të cilëve Izraeli thotë se po kryenin ose ishin gati për të kryer sulme. Jastëkiri inovativ Eco Biomassage, prodhim italian prej 89 në 49 euro. Komodita Home, ndjehu komod. Ti kujtojmë në fund 2 nga titujt kryesor. Presidenti francez François Hollande ka kërkuar nga parlamenti ndryshimin e kushtetutës për të pas duart e lira në luftën kundër terrorizmit, ndërkaq që homologu i tij Barack Obama ka kërkuar përkrahje nga të gjitha vendet demokratike. Kryesia e Kuvendit ka caktuar për nesër në mëngjes mbajtjen e seancës së veçantë në cilën do të diskutohet për buxhetin e vitit të ardhshëm. Opozita përsëri ka paralajmëruar se nuk do të lejojë punimet e parlamentit. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.